Zoti Shkota, nesër Kosovën e viziton Mark Rutte, shefi i NATO-s, i cili sot në Bosnjë ka deklaruar që nuk do të lejojnë që të rrezikohet paqja, ndërkohë që Vučić nga krau tjetër ka deklaruar që siguria është e lëkundur në Ballkan. Përse po vjen shefi i NATO-s? Është në kuadër të një turi, ka, domethënë, prania e tij në Kosovë ka indicje për të parandaluar diçka apo për të forcuar mbështetjen në këtë moment, kur kemi parë që vëmendja kryesore është SBA Ukrainë, shefi i NATO-s vjen në Ballkan. Po për shkak të rrethonave të cilat janë krijuar muajt e fundit, veçanërisht javët e fundit, dhe këto gjithsesi se derivojnë gjitha proceset destabilizuese në rajon, derivojnë do të thotë nga zhvillimet të cilat prodhohen nga kokat e leadershipit në Serbi, veçanërisht domethënë zhvillimet të cilat janë duke marrë në karakter të një uragani, protestat gjithë popullore të cilat janë organizuar fillimisht nga studentët, po arrin që të bëjnë një efekt të domosdoshëm drejt në ndrimit të regjimit në Beograd. Dhe sipas gjitha gjasave kemi do të thotë një situatë të palakmueshme për vetë kreun e shtetit serb, siç është Aleksandar Vučić, dhe i njëjti mund të krijojë situata të cilat do të shkonin drejt në incidenti, nëse mund ta quaj, apo një konflikti në rajonin tonë. Kjo do të thotë shton edhe më shumë peshën kur kihet parasysh që Milorad Dodik, njeriu i jetër për probleme dhe për konflikte, i cili ka një projekt politik të tij për të bërë dezintegrimin e Bosnjës apo shkputjen e Republikës Srpske nga Bosnja, ka një 2 javë që është dënuar nga gjykata e shkallës së parë në Bosnjë, e cila do të thotë ka prodhuar një efekt negativ në kuptimin e asaj sepse i njëjti ka bërë thirrje për padëgjueshmëri dhe për lënien e detyrave të institucioneve të cilat janë të nivelit federativ. Po ashtu ka pas deklarime të qarta nga i njëjti se këtu është fundi i paqes dhe fundi i etnitetit i cili quhet Bosna-Hercegovina, dhe kjo ka prodhuar do të thotë edhe vizitën e sekretarit përgjithshëm të NATO-s në rajon për t'i treguar faktorit serb se Aleanca Atlantike është e vendosur për mos leju destabilizimin e rajonit.